Një lajm shqetësues ka dalë në dritë ditët e fundit që ka prekur opinionin publik dhe sidomos ata që kanë ndjekur për vite me radhë zhvillimet politike në vend. Bëhet fjalë për gjendjen shëndetësore të ish kryeministrit shqiptar Fatos Nano, i cili sipas burimeve pranë familjes së tij po përballet me një sëmundje serioze të njohur si SPOK. Kjo gjendje ka ndikuar ndjeshëm në shëndetin e tij të përgjithshëm, duke i detyruar të tërhiqet pothuajse tërësisht nga jeta publike dhe çdo aktiviteti zakonshëm që dikur e karakterizonte. Prej disa kohësh, mungesa e plotë e Fatos Nanos në skenën publike ka ngritur pikë pyetje dhe shqetësime për gjendjen e tij. Një figurë e rëndësishme në historinë e tranzicionit politik shqiptar, Nano ka qenë për dekada një emër që lidhej ngushësisht me ngjarje kyçe të politikës së vendit. Tani në heshtja i po përballet me një nga betejat më të vështira, atë për shëndetin. Sëmundja kronike SPOK që prek rrugët e frymëmarrjes ka avancuar në mënyrë të ndjeshme, duke bërë që aktiviteti i tij fizik dhe publik të reduktohet thuajse në zero. Familja e ish kryeministrit ka qenë mjaft e rezervuar ndaj mediave, por burimet e afërta janë shprehur se ata po bëjnë gjithçka që është e mundur për të siguruar Fatos Nanos trajtimet më të mira mjekësore, si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij. Mjekët janë në ndjekje të vazhdueshme dhe shpresa për përmirësim nuk është lënë pas dore. Gjendja e rënduar e tij, e kombinuar me moshën e thyer, e ka bërë sfidën edhe më të madhe, por përpjekjet e pandërprera të familjarëve tregojnë për kushtimin dhe dashurinë që e rrethon këtë figurë publike. Nga një njeri i skenës politike që dikur përballonte kriza dhe debate të forta, sot Fatos Nano ndodhet përballë një betejë personale dhe të heshtur. Shumë prej qytetarëve që e kanë mbështetur gjatë viteve të tij aktive, i kanë dërguar mesazhe mbështetje dhe solidariteti, duke shpresuar që ai të ketë forcën e nevojshme për ta kalluar këtë periudhë të vështirë. Ai mbetet një nga figurat më të njohura të historisë moderne shqiptare dhe shumëkush e kujton me respekt për rolin e tij në momentet kyçe të jetës politike të vendit. Në këtë kohë sfiduese për të dhe për familjen e tij, publiku shqiptar ka shprehur ndjeshmëri dhe lutje për shërimin e tij të shpejtë. Edhe pse larg vëmendjes së mediave, emri Fatos Nanos vazhdon të mbetet i pranishëm në kujtesën kolektive dhe në historinë politike të Shqipërisë. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.